Numri të punësuarve në grup moshën 15 deri 64 vjeç ra me 19.561 persona, në krahasim me të njëjtën periudhë të 2024-s, sipas Instat, ndonse ekonomia e vendit u zgjerua me 3.5% në 3 mujorin e dytë të këtij viti, niveli i njëjtë i papunësisë tregon se problemet lidhen jo me rritjen e personave që kërkojnë punë, por me tkurrjen e vetë forcës së punës. Rënja e shpejtë e popullsisë për shkak të emigracionit të lartë po e bën të palexueshëm faktin se sa vende pune po hapen realisht nga zhvillimi ekonomik. Tkurrja më e fortë e numrit të punësuarve është tek të rinjt 15 deri 29 vjeç, me mbi 11.000 persona më pak të punësuar se një vit më parë, citon Monitor. Nga grup mosha 30 deri 64 vjeç ka pësuar rënje me mbi 8.500 persona, çka sugjeron se edhe punonjësit me eksperiencë po largohen nga tregu i punës, shpesh drejt emigracionit. Kriza është ndjerë edhe në sektorët me intensitet të lartë pune, të tilla si industria dhe bujqësia. Në nën sektorët e ndërtimit, shërbimit dhe aktiviteteve sezonale, gjithashtu kanë ulur ritmet e rekrutimeve për shkak të rritjeve të kostove dhe presionit të pagave. Në një treg pune me më pak ofertë punonjësish, ulja e punësimit reflekton tkurrje të fuqisë punëtore. Në vendet e zhvilluara, ulja e punësimit sjell automatikisht rritje të papunësisë, por në Shqipëri një pjesë e atyre që humbin vendin e punës nuk regjistrojnë si të papunë, sepse janë të gatshëm të largohen jashtë vendit ose zgjedhin të mos jenë aktiv në treg derisa të gjejnë kushte më të favorshme.